Në qytetin e Elbasanit ka përfunduar rikonstruksioni i vijës Egnatia, rrugë e cila ndan mes për mes lagjen Kala të këtij qyteti. Rruga Egnatia në lagjen Kala në Elbasan tashmë ka një pamje kretëre, me fonde të akorduara nga Bashkimi Evropian dhe me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe institucioneve përkatëse. Ka përfunduar në këtë qytet rikonstruksioni një prej rrugëve më të vjetra në Europë, të ndërtuar në kohën e Romës së lashtë, e njohur si Via Egnatia. Këtë që po shikoni është një riabilitim i rrugës Egnatia, investimi i Komitetit Evropian, ku janë përshkruar punimet e riabilitimit ujëve të zeza, ujëve të shiut veç, ujë i pishëm veç, shtrimi i kaldrëm në identitetin që kanë qenë, vendosje e stolave, vendosje ndriçimi bashkohor. Banorët e lagjes Kala shprehen mjaft të kënaqur me projektin. Është bërë shumë mirë në krahasim me rrugën që kishim përpara. Me ndriçimin jemi shumë të kënaqshëm, sepse në darkë duket një gjë e mrekullueshme. Lagja Kala është një lagje e vjetër me rrugisa të vjetra karakteristike edhe me shtëpia karakteristike. Ne kërkojmë që ky investim të bëhet akoma më i madh për të lidhur rrugën e Portos Kalas me Kishën. Përgjatë gjithë gjatësisë së saj në territorin shqiptar ekzistojnë gjurmë të rrugës Egnatia që fillojnë me Durrësin e mbarojnë në kufi me Maqedoninë. Rruga kërkon projekte dhe investime për të kthyer në identitet pasi konsiderohet si muri kinez shqiptar e ka mjaft interes për të vizituar nga turistët.